الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimet dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat salamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu në Kur'an: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." E ti Muhammed përkujto se me të vërtet përkujtimi u ban dobi besimtarve. Dhe tha Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën Asr: "Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Duke I cilësu besimtarët me këto cilësi, tha Allahu, ata këshillohen në një me tjetrin me të vërtetën dhe ata këshillohen që t'jen durimtar. Një ditë për ditëve, Salman Farisiu radhiyallahu anhu I dërgon letër Abu Dardas radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in me disa këshilla të shkurtëra, mirëpo domethënëse. Me disa këshilla rregulla të jetës, se si me I harxhu ditët në këtë botë. Tha Salman Farisiu radhiyallahu anhu: "Fa innaka lan tanala ma turidu illa bi tarki ma tashtahi wa lan tablugha ma ta'mulu illa bis sabri ala ma takrah." Ja shënon në letër Abu Dardas dhe I tha: "Ti nuk mundesh me arrit synimet e tua pos duke I braktis gjërat që I ki për qefi. Ti nuk mundesh me arrit qëllimet e tua pos duke ba sabër karshi asaj që e urejnë. Falyakun qawluka dhikra wa samtuka fikra wa nadharuka ibra." Let jet fjala jote dhikr, heshtja jote meditim, shikimi jot përkujtim. Wa'lam anna a'jaza an-nasi man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Edhe dije se njeri më I dopt është ai I cili e pason epshin e tij. Wa tamanna 'ala Allah. Dhe shpreson prej Allahut pa punu hiç. Temenni ala Allah, me një mendim është mendim I keq për Allahun, dhe me një mendim tjetër të dietarëve është me shpresu se po t'jep Allahu pa boti kur gjë. Pa vepru, pa ju nënshtru Allahut, pa dëgju Allahun, pa respektu Allahun, Allah me ta dhënë ty xhennetin. Kjo është temenni ala Allah. Wa anna akyasahum man atba'a nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Dhe më I mençuri është ai I cili e raskapit veten e tij dhe punon për botën tjetër.
فإن الدنيا تتغير وبهجتها تتغير فلا تغتر بها وليكن بيتك المسجد والسلام. Dunjaja rrotullohet. Dunjaja është rrotull, ndryshon. Dhe zbukurimet e saja edhe ato ndryshojnë. Pra mos u mahnit dhe mos u mashtro pas dunjas. Let jetë shtëpia jote xhamia. Let jetë shtëpia jote xhamia wassalam. Dhe përshëndetjet e Allahut qofshin mbi ty. Abu Dardaja i a kthej me disa këshilla tjera. I tha: Assalamu alejk, fa inni usike bi taqwa Allah. Thot unë të këshilloj ty që të kesh frikë respekt ndaj Allah, të jesh i devotshëm. Wa an ta'khudha min sihhatika li saqamik. Këshilloj që të marrësh prej shëndetit tanë për sëmundjen tënde, prej rinisë tënde për pleqërinë, prej kohës së lirë për kohën e prekupimeve, të marrësh prej jetës tënde për vdekjen tënde. Wadhkur hayatan la mauta fiha. Përkujtoje një jetë në të cilën nuk ka vdekje. Fi ihda al-manzilatayn, në një prej vendqëndrimeve, ose në xhennet ose për xhehenem. Fa innaka la tadri ila ayyatihima tasiru. Ati nuk e di se drejt cilë shtëpi ke mund drejtuar. Këto këshilla janë rregullat e jetës. Këto këshilla nuk duhet t'i marrim sikur fjali kaluese, po duhet t'i vendosim para neve si rregull. Për shkak se me zbatimin e këtyre rregullave arrim ta kemi një jetë të suksesshme në këtë botë edhe në botën tjetër. Në fillim të këshillës, Salman Farisiu radhiyallahu anhu i tha Abu Dardas: ti nuk ke mundësi të arrish synimet dhe qëllimet tua pos nëse i ban dy gjana. E para është ti braktisësh gjërat që i ki për qefin ta. Dhe e dyta, të bëjsh sabër karshi gjërave që ti nuk i don. Kjo është rregull. E rregulla e këtyre dy fjalive thot: nëse do suksesin, rrin larg epsheve tua. Ai i cili ja ka na shumë me flet, nuk mundet me arrit shumë. As në pasuritë e kësaj bote, as në xhennetin e Allahut. Ai i cili ha shumë, e njëjta. Ai i cili është neglizhent, ai i cili sa herë që i thot shpirti me bu diçka, mundohet me bë. Dhe i braktis planet dhe i braktis raportet me Allah subhanahu wa taala, ky njeri nuk mundet me arrit knatësinë e Allahu xhela xhelaluhu let. Tha Allahu në Kur'an: wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ai i cili friksohet prej ditës kur ka mu taku me Zotin e tij dhe e ndalon vetëm prej epshit. Epshi, shpirti e kanmja, në qoftë se nuk i vendohen frenat mirë, edhe nuk lidhen ato frenat si duhet, dhe nuk mbahen ato frenat si duhet, është një bish që s'din mu ndal. Epshi njeriut është një bish që nuk di mu ndal. Do me marë për para çka të gjenë. Për këtë duhet me pas frenat të mira, të lidhuna fort, të mbajtuna fort, që me ndal vetën e vetë. Nëse do suksesin,
Allahu po thot, ai i cili i friksohet ditës kur takohet me Zotin e tij dhe e ndalon veten e tij prej epshit, pra nuk ja ban qefin epshit vet, nuk ja plotson dëshirat vetës, fa innal jannata hiya al ma'wa, tha Allahu për këtë njeri është xheneti. Për këtë njeri është xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bil shahawat. Xheneti është rrethu me gjana që si do shpirti, është rrethu me pagjumësi, me lënë gjumin pa kamësh, është rrethu me uri, me lënë pak bukën anësh, është rrethu me mposhtjet shikimit, që s'është lehtë, është rrethu me kujdesje të gjuhës tënde, mos me fol pa lidhje, edhe mos me fol gjana që nuk i don Allahu, nuk është lehtë. Dhe me kësi gjana është rrethu xheneti, është rrethu me pasuri halal dhe braktisje të haramit, është rrethu me largim prej gjunaheve, dhe krejta këto gjana janë të rënda, nuk janë të lehta. Me mposh shikimin nuk është lehtë. Sot jemi dëshmitar të kohës ku na ka marrë përpara shikimin haram. E braktisja e saj është rrethi i xhennetit, i cili është rënd. E tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Xhenneti është rrethu me gjëra që si don nepshi, si don shpirti. Ama ti do të shpësall. Wa huffatin naru bil shahawat. Dhe zjarri është rrethu me epshe, me qef. Berë me flej pusho. Ki flej të tonë, flej edhe një katër, s'është problem. Jo ushqy sa ke pas nevoj, hajeve dhe nisem veç e s'është kur gjo. Ke pi sa ke pas nevoj, pibe dhe pak se s'është kur gjo. E ki pi një kafe, pibe dhe 5, nuk o problem. Me epsh. Qka ti thot qefi me bo, ban. E bojmë këtë, e bojmë. Po këtë tjetër, edhe këtë e bojmë. Këtë e bojmë, edhe nuk lëmë gjo pa ba. E xhenemi është rrethu me kësi epshe. Se le të leta që i ka qef epshi, që s'ka qef me ndal vetën njeriu. Thanë djetartë, Jusufi a.s. A e pat mundësi me bo gjuna? Vetë, në palatin mbretëror, dyrë të mshelta, kërkan se pat. Po në momentin që ju ofru mundësia me bo gjuna, që tha? Kale ma'adha Allah, innehu rabbi ahsana mathwaj. Tha, ta Allahu kërkojna mbrojtje, po ajo është zotnia jem që më ka bo mirë mua, është sill mirë me mua. Këshire ka përmend këtë mirësin Jusufi a.s. Qka duhet me bon na, kur të na vinë si shanta me e plotësu dëshiren dhe epshin ton, duke a shkel kufit Allah subhanahu taala, me i thonë vetës ma'adha Allah, ta Allah kërkën mbrojtje, sa të mira na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Vetëm në trupin ton sa të mira na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Po jashtë vetës ton sa të mira na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, nuk na takon dhe nuk na ka hije që na të shkelim kufit e Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është rregull vllazni. Thonë dietarët në çështjen e kërkimit të diturisë, nuk arrihet dituria dhe trupi me qenë i pushushëm. Nuk arrihet ilmi dhe trupi me qenë i pushushëm. Që shqipjen ndryshe, dush me shiu dhimbjen, lodhjen, raskapitin e kërkimit të diturisë. Me të dhim trupi ma shumë që i dhem ati filestarit që fillon me nëjë sport. Me të marrë ndezje trupi, ama jo ndezje një avë, ndezje ta njetën. Ta njetën lodhje dhe raskapitje. Gjdo dit me elan mangësh prej vetës tënde për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot një prej dietarëve bashkohor.
Thot që 50 vite, një prej recenzusve të haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej bashkohorëve, një prej më të mirëve, thot, Allahu harujt, thot që 50 vjet, ja kam bë obligim vetes time që çdo ditë mas pakti ti shënoj 16 faqe. 16 faqe nuk janë kurrë, po. Në mundë me thonë, po, vllai dietar mundet e 50 mi po. 16 faqe. Thot çdo herë kur i plotësoj 16, tham, aj ti bëj edhe një 15 tjera, se ndoshta nesër del ndonjë punë e ma hub planin, bile prej sot të kry. I ban plus një 15 faqe tjera, plus një 10 tjera. Dhe çdo ditë, kur i kryin obligimin, shton plus diçka, që mos vall nesër ti ndodhe ndonjë problem e ja hub planin, e kur vjer e nesërmja nuk thot, e sot kam pushu se dje i kam bë. Jo, sot i ka 16 i ka. Atë plusi që ka bë atje, ajo nafile ka qenë. Që tash i ka 16 thot plus shtoja 5. Se mos vall nesër ndodhe një problem, e së një kry, edhe kështu e ushtron vetën e ti 50 vjet. 50 vjet. Ka me ba një jetë, me ba dhikër 1000 herë astagfirullah. Kur ti krish 1000 herë, thu ti bëj edhe një 500 se ku me dit nesër të shëmbel e sapi. A mu mi bo 1000 ajo, bile 500 ti kem hazër. E kryin me sotëshin, nesër fillon i ban 1000 tjera, 3, nuk thot, hajtë se dje kam bo dhikër, sot kam e përshu pak. Dhe kështu njeriu e ushtron vetën e tij. Edhe në sport e njëjta. E ban një ushtrim sa dush me e bë, thot aj pi bëj një 2. Çdo herë ata që janë marrë me sport e din se si reagojnë trajnerët ndaj sportistave, i thojnë bani 15, bani edhe një për kundërshtarin, edhe një për trajnerin, edhe një për nëntan, edhe një për babën, veç me ushtu, me mësu trupin me diçka më tepër. Dhe në këtë mënyrë, nesër nuk thot, aj si ku më bën 20. Jo, 15 dush mi bëhen. Plus tjerat. Dhe kështu njeriu e mëson, e ushtron vetën me kundërshtu epshin e tij për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Salman Farisiu, let jetë fjala jote dhikr, heshtja jote meditim, shikimi jot për kujtim. Let jetë e folmja jote dhikr, përmendja Allah subhanahu wa ta'ala. Gjuha është begatia e madhe që na ka dhënë Allahu xhela xhelaluhu. Dhe është sendi më i rrezikshëm që mas shumti i çon njerëzit zjarr xhenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Muadh ibn Jabelit, a do me ta rumbullaksu këtë këshillën me një send? I tha po, tha bëhu i kujdesshëm për gjuhën tënde. Tha ja Rasulullah, a kena mu morë llogari edhe për atë çka flasim? I tha thaqilatka ummuka ya Muadh. Nana mos të pa ty mirë për ty o Muadh. Po nuk e din se sendi që mas shumti i çon zëvarr, zjarr të xhenemit njerëzit është gjuha e tyre. Ka mundësi njeriu me thonë një fjalë, tha vejasam, një llav goje, veç një fjalë, jo një fjali, një fjalë, jo një fjali, jo një mazdar ke muhabet, një fjalë, dhe për shkak asaj fjale të shkon 70 vera në zjarr xhenemit të poshtë, Allah na rujt. Dhe ka mundësi njeriu për një fjalë me fitu xhenetin Allah subhanahu. Me fitu xhenetin, një fjalë. Nuk e dim cila është ajo fjalë. Për këtë shkak kur të flasim, le të jemi të kujdesshëm, flasim mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Ai cili beson Allahun dhe botën tjetër, le të folë mirë ose le të heshte, mos fol hiç. Mos ja plotso dëshirën vetes. Ta tham se plasa, mos e thuj hiç. Gëlltite, çoje te posh, le të plasë lukthi, mos e thuj, se ka mundësi për çat fjalë që më shku sa xhenemit. Mos e thuj, çose thu hajr. Çose thu mirë. Fol bukur. Fol ajet ose hadith. Këshill nga ana dietarëve, shpjegim nga ana dietarëve. Mundoju kështu maksimum me jetue. Për shkak se cili prej neve ka më konë peng i fjalëve të tij. Edhe në këtë botë,
edhe në botën tjetër. Heshtja edhe përkujtimi është një prej adhurimeve më madhështore. Tha Hasan al-Basriu rahimahullahu taala, tafakkuru sa'atin khairu min qiyamil layl. Meditimi i një çasti është më i mirë se namazi natës. Meditimi i një çasti është më i mirë se namazi natës. Mund dal njeriu dhe meditua. Me hesht edhe mu mendua. Qëse ka nevojë mu mendua një sahat, pastaj një fjalë me fol vetëm. Jo me fol shumë fjalë. Me hesht dhe meditua. Çka bën njeriu me meditim? Njeriu me meditim i bën dy gjëra. I përkujton të metat e vetes së vet dhe i përkujton begatit e Allahut ndaj tina dhe madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë mënyrë mundohet me përmirësu veten e tij. Në qoftë se njeriu nuk ndalet me meditua dhe me marr veten e tij në llogari, çish përmirësohet? Prej çka i përmirësohet? Ku e dim na çka duhet me përmirësu tek vetet tona, në qoftë se nuk ndalemi të meditojmë se çka kemi defekte na. A na pothuajse fare meditojmë. Gjendja jonë pothuajse është sikur na me qenë xhennet, tash po punojmë cilin xhennet kena me qenë, se për xhennet sigur jemi në xhennet. Allah e përmirësoft, Allah e përmirësoft gjendjen tonë. أعجز الناس من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله وأكيسهم من أتعب نفسه وعمل لما بعد الموت. Njeri më i lodh, njeri më i keq është ai i cili i aplotson dëshirat e epshit vet dhe pret prej Allahut pa boki kur gjë. Kjo më i keq. Pret me shty Allahun në xhennet pa ju nënshtru Allahut. Pa e ndëgju Allahun, pa respektu Allahun, pa e ndëgju dhe respektu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka ti thot epshi vet me bo e ban. Çka ti thot e kanë mja vet me bo e ban. Ky është njëri më i keq. E më i miri i cili është? Më i miri është ai i cili e raskapit veten e tij. E raskapit veten e tij duke punu për ditën pas vdekjes së tij. Që ka për këtë dietar që e ka bo obligim vetës ka që faqe. Dhe kësi shembuj nga ana e djetarëve, kemi të shumë, vallaj. Kemi të shumë. Kjo ilm, kjo dituri që kam betë të na, të rafësët të mbushta me libra, vallaj bes kanë betë me investim të paktë. Kanë bo njerës të investim ekstrem maramenës. Me 10.000 kilometra i kanë bo në kamë, vëzni. Ka pas dietar prej muslimanëve që ka udhëtu në kërkim të diturisë, krejt udhëtimin për kërkim e diturisë e ka bë me dy kom të veta. S'ka hyp në mjet të udhëtimit. A di çfarë udhëtimi o vëllazni? Ka bë udhëtim prej Andalus, prej Spanjës së sotshme, e ka kalu krejt Afrikën, e ka kalu krejt linjën e mesme, ka shku në Bagdad me marrë ilm të Imam Ahmedi. Pastaj në Mekke, pastaj në Yemen, po në Medine, edhe të kthejme pak edhe njëherë për në vendin e tij, në kam. Jo në mjet udhëtimit, në kam. Kjo për neve thëna, po pse Allah ka hub vakt, ose ka hub vakt. Atë e përmendim na edhe mas 1200 vjetëve. Neve s'na përmend kërkush. Ata që nuk lodhen, nuk raskapiten si përmend kërkush, nuk janë as për veten e vet, as familja e vet si përmend, as fëmia i vet si përmend, secili e harron. Ky ilm që ka ardhur te na, vallahi ka ardhur me mund të madh. Ky islam që ka ardhur te na, vallahi me mund të madh ka ardhur. Me ambicie të lartë ka ardhur, me raskapitje ka ardhur. Kur është nis ushtria për në Istanbul në sotshëm për Konstantinie, Ebu Ajub el-Ansariu e ka pa që është ka fundi jetës. Ka thonë që se vdes, mësë më vërosni këtu, më vërosni nën murët e Konstantinijes. Kjo është ambicie e lartë. Dhe ka pas ma shumë se 80 vjetë në këtë ekspeditë ushtarake. Jo ma shumë se 18 vjetë, ma shumë se 80 vjetë. Kjo çka fol? Kjo fol se luftë kanë bo me vetën e tyre, para se me bo me armikon. Për shkak se ai i cili nuk arrin me mbizotru në luftë mbi veten e tij, s'e sundon armikun. Nuk mundet. Ai i cili nuk di me frenu veten e tij, s'e shtin kontroll armikun e tij, Allahu e përmirëson gjendjen e tij.
Dhe këshilla e fundit sulman farisiut, mos më mashtru me këtë dunja. Ndryshon dunjaja. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nasi. Wa ya'lamu Allahu alladhina sadaqu. Ato janë ditët e cilat rrotullohen. Rrotull janë. Në ditë ftoft, në ditë nxehtë. Në ditë shnosh, në ditë i smund. Në ditë me shi, në ditë me diell. Në ditë pranverë, në ditë vjesht, në ditë dimër, në ditë verë. Ndryshojnë ditët, kështu janë. Në ditë me pasuni, në ditë fukara. Në ditë i fortë, në ditë i dobët. Ndryshojnë. Masi ndryshojnë, mos u mashtroni. Tha Allahu xhalla xjalaluhu, "Ya'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina." Dije se tek kësaj dunjaje është lojë, zbavitje edhe zbukurim. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Dhe shtim i pasurisë juve dhe krenari që ju e keni kaq njëri tjetrit në shtimin e evladëve dhe pasurisë. Sikur shembulli i shiut i cili bjen tokë dhe dalin të mirat e Allahut prej toke, derisa kënaqet bujku kur i shef bylmetin që shka dal, pas një periudhe jo shumë të gjatë kohore, ajo thahet, zverdhet dhe në fund bujku i cili 2 muj, 3 muj është raskapit, është lodh, duke u kujdes për kallamoçin, për diçka prej bylmeteve që dalën prej toke, për ditë ka shku dhe është kujdes, në fund vetë bujku e merr e kosit edhe e djeg. Edhe e djeg, javnon apalaçin, javnon zjarmin, as gjësohet, bëhet hiç. Wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Në ahiret ka dënim të dhëmshëm edhe ka kënaqësi të Allahut në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. O mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dhe jeta e kësaj bote nuk është vetëm se një përjetim mashtrues. Përjetim vetëm, disa çaste, disa minuta, disa sekonda ndonjëherë. Për to sekonda njeriu e hub xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëhun dunja si me qenë i huaj ose si me qenë udhëtar. Pastaj Abu Darda radhiyallahu anhu ja kthei Salman Farisiut dhe i tha: "Të këshilloj që të jesh i devotshëm. Bi taqwallah, kish frikë Allahut subhanahu wa taala. Devotshmëria është një pengesë të cilën njeriu e vendos mes tij dhe zjarmit të xhenemit. Kjo është devotshmëria. Me vendos një pengesë mes ty edhe zjarrit. E kjo pengesa janë urdhrat dhe ndalesat e Allahut. Me u largu prej ndalesave, me i realizu urdhat e Allahut. Kjo është pengesa mes neve dhe zjarmit të xhenemit. Varësisht sa na mangësojmë në këto dy gjana, aq e kemi të dopt pengesën mes neve edhe zjarmit të xhenemit. Pastaj i tha: "Merr prej shëndetit për ditët e sëmundjes." Ço do të thonë? Shfrytëzoj ditët kur je shnosh. Shfrytëzoj ditët kur je shnosh, që ti gjesh ato kur ke me qenë i smut. Afro pra ta Allahu kur je rahat, kur je shnosh, Allahu ka më ndihmua kur ke me qenë i smut. Merr prej pasurisë për kur ditën e fukarallokut. Pra shfrytëzoje pasunin që helbet me të godit fukaralloku, ke me gjetë Allahun subhanahu wa taala. Shfrytëzoje jetën e kësaj bote për me gjetë në botën tjetër kur dalim para Allahut, subhanahu wa taala. Elusëm Allahun që Allah t'i falë më katët tona, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.